konsideroj që ky taktizimi i përparim Ramës me studion televizive është në vazhdën e taktizimeve të tij. Nuk për mbeturinat fajin e ka PDK-ja që po e bllokon ndërmarrjen pastrimi, për mungesën edhe realizimin e projekteve që ka premtuar fajin e ka qeveria dhe tashmë ka mundësi ta dëgjojmë në fjallë. Dhe tashmë tek studio televizive pasi që janë konfirmuar për gjithë kandidatëve përfshi për këtë studio, i njëjti ka vendosur ta çoj kundër kandidatin tek një studio ku e di mirë filli që ai nuk ka në qeni pranishëm. Për të kësaj, unë mendoj që ka ardhur fundi dhe 12 tetori ka me kanë data, kur ai njerëz ka me mujt më me taktizuar me kurgjo. Për të kësaj, e konsideroj shumë të rëndësishme kandidaturat e tjera, edhe mendoj që fokusi duhet me shku te kandidaturat tjera. Kjo partia demokratike që nuk vjen në studio tjera? Po, kjo gabim. Kjo gabim, do t'i kushtoj. Po te ke problemin veç me një studio që nuk ka një parti. A kjo partia tjetër që nuk shon as në studio, nuk e ka problem. Parim Ramës do t'i kushtoj kjo. Mirë, po merru konkretisht të argumente këto, prandaj merru me faktin, merru me subjektivitet. Sot pidi që e ka refuzuar. Unë po të them, Çaj Rullaqeku e ka konfirmuar në kanal 10. Po dhe jo vetëm të studio, po gjitha studio tjera. Ti vetëmi që ka refuzuar për Parim Rama. Refuzimi i debatit për komunë. Po mungesën e informacionit tonë nuk kemi na akoma me plotsu këto, se këto do të marrë me informacion. Ose manifeston arrogancë ose frikë. Jo, arrogancë politike. Unë kisha dashur Derković duhet me thonë për Arllaqekun se spile partia me shku në studio. A kimo diçka me thonë për të temën. Është diktaturë politike. Të vazhdojmë. Që te konstatove, po është zoti Mongol do të se edhe ashtu informon pa shumë. Diktaturë politike është. Me nol kandidatin edhe aja pove video që tha shkojnë në strategji politike. Ose strategji diktaturë. Mandxuka u dorë si komisar politik i Partisë Punës Shqipërisë ka osime shku. Takimi me Dejona Meoli ka lojnë me shku. Sfrandaj është diktaturë politike. Dhe më s'fal palidhje. Prej që të vjen deri që të shkon me kontaktime palidhje. Kush i dha për palidhje? Fakte, ashtu thon. Fakte.